Mirëmëngjesit të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 17 dhjetor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. 17 dhjetori është dita 351 e kalendarit gregorian, kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 14 ditë. Ngjarje 1903. Vëllezërit Wright arritën të fluturojnë me avionin e parë Flyer dhe të kalojnë 37 metra. Fluturimi zgjati vetëm 37 sekonda. 1912. Fillon punimet konferenca ambasadorëve në Londër. 1989. Në Rumani shpërthyen demonstratat masive kundër regjimit të diktatorit Nicolae Ceausescu, në të cilat humbën jetën 1000 njerëz. Lindje 1778. Lindi Humphrey Davy, kimist britanez. 1873. Lindi Ford Madox, letrar anglez. 1916. Lindi Esat Mekuli, shkrimtar shqiptar. 1932. Lindi Tinka Kurti, aktore, zonja e rand e teatrit dhe kinemas shqiptare. 1965. Lindi Damir Uzonovic, letrar bosnjak. 1975. Lindi Mayuko Aoki, dubluese japoneze. Vdekje 1830. Vdiq Simon Bolivar, udhëheqës dhe ushtarak. 1919. Vdiq Pierre Auguste Renoir, piktor francez. 1957. Vdiq Jagoda Truhelka, letrare kroate. 1969. Vdiq Artur de Costa e Silva, kryetar dhe politikan brazilian. 1973. Vdiq Charles Greeley Abbott, astrofizicient amerikan. 2011. Mediat e Koreas së Veriut njoftojnë se Kim Jong-un ka vdekur pas një sulmi kardiak në zemër. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Tinka Kurtit, e cila është një aktore shqiptare. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Gojë të bëhet një aktore e madhe dhe shumë e kulturuar, që nga viti 1949 e derisa doli në pension, ishte aktore teatrit Migjeni në Shkodër, ku interpretoi rreth 120 role, veçanërisht e suksesshme në rolet e forta dramatike të nënave, por po aq e suksesshme në komedi, shkëlqen në role protagoniste në Gjaku i Arbrit, Histori irkutase, Fisheku në Paj apo Fejesa e Çehovit. Kurti ka interpretuar edhe në kinema, në rreth 35 filma artistik, duke filluar me filmin e parë shqiptar të metrazhit të gjatë Tana, më 1958. Ndë veprat të tjera janë Nën Pashako, tek Yjet e netëve të gjata, Nëna tek Çifti i lumtur, Signorina Mancini tek Vajzat me kordele të kuqe, Gjyshja tek Zemra e nënës. Tinka Kurti ka marrë çmime të shumta si në festivalet kombëtare të filmit, ashtu edhe në ato të teatrit. Këtyre çmimeve ushtohen edhe vlerësime të tjera të rëndësishme si medalja Mjeshtër i Madh i Punës, akorduar nga Presidenti i Republikës.
2 kinema në Tiranë dhe 1 në Durrës mbajnë emrin e saj. Gjithashtu, emrin e Tinka Kurtit mban edhe një shkollë në fshatin Lek Bibaj në Shqipëri. Në vitin 2003, regjizori shqiptar e Sateliti realizoi një dokumentar të titulluar thjesht Tinka, kushtuar jetës së saj. Ajo është aktive edhe në ditët e sotme. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për Vivienne Westwood. A e dini se si u zhvillua marka Vivienne Westwood? Vivienne Westwood ishte deri tani një stiliste jo konvencionale, provokuese dhe progresive britanike e modës. Ajo ishte më të vërtetë një damë, siç referohej shpesh. Lëvizjet e ndryshme të modës që karakterizuan karrierën e saj mund të ndahen qartë në 4 periudha të ndryshme. Epoka e punkut në vitet 70, vitet pagane në vitet 80, anglomania në vitet 90 dhe epoka aktivizimit social dhe politik nga vitet 2000 deri në ditën e sotme. Në vitin 1965, Westwood takoi Malcolm McLaren, liderin e grupit The Sex Pistols, dhe çifti filloi të ndiqte së bashku një karrierë në modë. Në vitin 1971 ata hapën butikun e tyre të parë në Londër, i cili u bë shpejt qendra e modës e lëvizjes punk, e mbushur me dizenjot e Westwood, që vishin ndër grupin The Sex Pistols. Dyqani në fakt ndryshoi emrin e tij 5 herë midis vitit 1971 dhe 1980 për të përkuar me publikimet e koleksioneve Let It Rock, Too Fast to Live, Too Young to Die, Sex and Seditionaries dhe më në fund u riemëruar The World Ends në vitin 1980, një titull që dyqani e mban ende edhe sot. Në vitin 1981, çifti krijoi shfaqjen e tyre të parë bashkëpunuese vjeshtëdimër 1981-1982 Pirate. Koleksioni u frymëzua nga pjesët që po shisnin The World End Boutique dhe u vlerësuar për shërimin e saj nga siluetat shtrënguese të viteve 70, që atëherë fama e stilistes në industrinë e epokës së modës filloi të rritej. Për shembull, ajo mori pjesë në një shfaqje të koleksionit të saj pranverë në 1984 në Hypnos në Tokyo në çmimet globale të modës Best of 5 në Hanamori. Vitet 80 pan gjithashtu prezantimin e një prej pjesëve të saj më të famshme, Mini Crini dhe këpucët e Kali Lëkundës, që u shfaqën gjatë pasarelës pranverë të vitit 1985. Ndërsa kultura punk u bë e zakonshme, modelit e Westwood u zhvendosën ato që disa njerëz i quajnë vajza Tetler, duke veshur rroba që parodizonin klasën e lartë. Në të vërtetë, Vivienne nuk kishte frikë nga parodiat, e kështu në prill të 1989, ajo vetë u shfaq në kopertinën e revistës Tetler, e veshur si kryeministri e atëhershme Margaret Thatcher, një lëvizje mjaft e guximshme në atë kohë. Dizajneri ju referua kësaj periudhe si epoka Britanie duhet të shkojë pagane, emri një prej shfaqjeve të saj të modës, dhe kështu koleksionet e saj kombinuan elemente nga Greqia e lashtë me rrobaqepsinë klasike britanike. Një nga koleksionet e saj më të rëndësishme dhe më mendikim konsiderohet të jetë vjeshtëdimri 1987-s, Harry Tweed dhe Westwood e shpjegoi den kështu. E gjithë ideja ime për këtë koleksion u vodh nga një vajzë e vogël që e pash në tub një ditë. Ajo nuk mund të rinte më shumë se 14. Ajo kishte një topuz të vogël të thurur dhe xhaketën e Harry Tweed dhe një çantë me një palë këpucë baleti në të. Ajo duke i kaq e lezetshme dhe e kompozuar duke qëndruar aty. Në vitin 1992, mbretëresha Elizabeth i dha asaj OBE, urdhri më i shkëlqyer i perandorisë britanike. Vivienne Westwood u shfaq në këtë ngjarje pa rroba, duke u konsideruar një tjetër deklarate e guximshme e jetës së saj. Në 1990 dhe 1991, Vivienne mori një çmim për dizajnerin e modës së vitit nga Këshilli Britanik i Modës. Në vitin 1992, Vivienne prezantoi fustanet e dasmës në koleksionet e saj për herë të parë, dhe këtu më i rëndësishme ishte fustani në serisë së Carrie Bradshaw në Sex and the City. Në 1993, Westwood u martua për herë të dytë me asistentin e saj Andreas Klothner, 25 vite më i ri se ajo, i cili u bë partneri i saj në jetë dhe në punë. Ka vitin 1993 deri në 1999, Westwood përfaqësoi një estetik të re të ndikimeve angleze dhe franceze, duke kombinuar rrobaqepsinë elegante britanike me dashurinë franceze të përmasave të egzageruara. Për koleksionin e saj Anglomania vjeshtëdimër 1993-1994, Vivienne projektoi famkeqen me Andreas Charlton, që ajo e quajti më pas Andreas Klothner. Është endur nga Lochleron i Skocisë dhe është marrë nga regjistri skocez i Charltons për ruajtje të përhershme në rekordet kombëtare të Skocisë. Shfaqja Anglomania që çifti ka punuar së bashku është ndoshta një nga shfaqjet më ikonike të asaj kohe. Naomi Campbell u rrëzua gjatë shfaqjes teksa kishte veshur taka shumë të larta. Lanshimet e dukshme të epokës së viteve 90 përfshin aromën debutuese të Vivienne Westwood Boudier në 1998, etiketa Vivienne Westwood Men në vitin 1996 në Milano, si dhe emri Red Label në 1999.
Dyqanet e markës filluan të zgjerohen ndërkombëtarisht kur butiku i licencuar Vivienne Westwood u hap në Tokyo, Japoni, i pari jashtë MB, dhe në New York në vitin 1999 ndër të tjera. Periudha nga vitet 2000 u karakterizua jo vetëm nga ndikimin e rritjes së stilistit në industrinë e modës, por dhe nga aktivizimi i saj social dhe politik, dhe betejë e saj kundër ndryshimeve klimatike. Ndryshimet klimatike, jo moda, janë tani prioriteti im, tha ajo në The Guardian në vitin 2014, një mesazh që filloi të përhapet nëpër koleksionet e saj të ndryshme. Gjithçka që ajo lëshoi kishte mesazhe themelore sociale dhe politike, nga veshjet me slogane, një mbyllje syri për ditët e saj punk tek protestat e pistave për Brexit, një globale për fjalën e lirë, kritikat ndaj politikanëve dhe kështu me radhë. Në fakt, shfaqja e pranverës së vitit 2006 e Jare, e cila qëndron për rezistencë aktive ndaj propagandës, është një nga koleksionet që dizajnera britanike e konsideron ndër më politiket. Sfilatat e tjera të dukshme të modës që bardhin një mesazh të fortë midisor ishin pranverëvera e vitit 2013 me revolucionin klimatik, i cili gjithashtu një themel që u hap në 2012 për të shpëtuar mjedisin përmes punës me bamirësi. Si dhe vjeshdimri i vitit 2013-2014 Save the Arctic tregojnë se më vonë u shndrua në një fushat në vitin 2015. Megjithatë, aktivizimi i stilistes nuk ndodhi vetëm në pistë. Në fakt, Vivienne Westwood organizoi një shfaqje tipike e Fashion Mob në rrugët e Londrës përpara shfaqjes së saj, Red Label të vitit 2016, me modele që mbanin pankarta që lexonin "Revolucioni i klimës, kursimi është një krim dhe politikanët janë kriminal". Karriera e Vivienne Westwood përfshin gjithashtu shumë bashkëpunime të orientuara nga qëndrueshmëria, ndër cilat mund të veçojmë atë me Burberry në 2018 për të mbështetur organizatën njofitimprurse me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, Cool Earth. Koleksioni Vivienne Westwood XX Pack Save Our Oceans i çantave dhe aksesorëve lançuar në korrik të 2020-s dhe zë fund me partneriteti i shtëpisë me organizatën njofitimprurse mjedisore Vivienne Canopy në ditën botërore të tokës të vitit 2020, në fushatën e tyre për të mbrojtur pyet përmes zgjedhjeve dhe pëlhurave. Përfundimisht, betejë e qëndrueshme e Vivienne Westwood u bë që forca vendosi të bëhej plotësi digjitale me shfaqjet e saj të modës. Shfaqja e saj e fundit fizike ishte vjeshdimri i 2019-s në javën e modës në Londër. Përveç betejës kundër ndryshimeve klimatike, në vitet 2010 të Vivienne Westwood njihen si epoka e androgjinisë. Pasarela e saj vjeshdimur 2015 unisex ishte padyshim një nga të parat që shfaqi pamjet androgjene në rrjetën kryesore, duke treguar përpjekjet e Vivienne për të sjellë modë progresive dhe gjithëpërfshirëse. Viti 2016 çon një kapitull të ri dhe emocionues për shtëpinë pasi Vivienne dhe bashkësorti i saj afatgjat Andreas Klothner filluan të prodhonin koleksione të veçanta 2-vjeçare. Andreas debutoi koleksionin e tij të parë zyrtar gjatë javës së modës në Paris të 2016 me emrin Andreas Klothner for Vivienne Westwood, duke zëvendësuar Vivienne Westwood Gold Label. Ndërsa Vivienne ndroi jetë në 29 dhjetor të vitit 2022, Andreas ndau: "Unë do të vazhdoj me Vivienne në zemrën time. Ne kemi punuar deri në Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndetje. Fruti që kam përzgjedhur për sot janë kajsit. Kajsit janë ushqime alkaline që i bën një zgjedhje të shkëlqyeshme për secilin prej jush. Kajsit janë një burim i shkëlqyeshëm i bakrit dhe i hekurit, diçka që trupi juaj i nevojitet në mënyrë që të mund të prodhojë hemoglobinën. Hemoglobina është lëngu që mbush qelizat tuaja të gjakut, të cilat sigurojnë energjinë për qelizat e muskujve. Njerëzit të cilët nuk prodhojnë hemoglobinë të mjaftueshme janë anemik. Te kajsit e freskëta, niveli i vitaminave sigurohet nga vitamina A, 13% e vlerës së përditshme në një frut. Kjo përfshin disa karotenë të dobishme, të cilat lëshojnë antioksidantë të fuqishëm, të domosdoshëm për ruajtjen e vizionit tuaj optimal, lëkurën dhe membramat mukozale të shëndetshme dhe për mbrojtje kundër kancerit të llojeve të ndryshme. Kajsit gjithashtu janë një burim i mirë i vitaminës C, e njohur për shmangjen e problemeve të shikimit, për promovimin e lëkurës dhe mukozës së shëndetshme. Flavonoidet, të tilla si luteina dhe beta, kanë një shkallë më të lartë të përfitimeve, pasi në fakt mund të ndihmojnë në parandalimin e komplikimeve dhe sëmundjeve që vinë lidhur me plakjen. Xanthin, një karotenoid që absorbohet në retinë, siguron funksione mbrojtëse nga rrezet ultraviolet. Kajsit janë të pasura me një numër të madh fizokemikalës,
promovuese të një shëndeti të mirë. Disa kanë aftësinë për të parandaluar sëmundjet e zemrës, duke ndihmuar në mbajtjen e niveleve të kolesterolit në intervalin normal, ndërsa fibra dietetike e mbajnë sistemin tuaj të normalizuar. Për më tepër, kaliumi siguron komponimet në lëngjet qelizore dhe trupore, që ndihmojnë në rregullimin e rrahjeve të zemrës dhe presionin e gjakut. Ajo përmban rreth 14% sheqerna, acide organike, albumin, pektin, kripra minerale si kalium, fosfor, hekur, kalcium, selen, zink, natrium dhe vitamina të ndryshme si provitamina A, vitamin B1, B2 dhe C. Forcon sistemin kardiovaskular. Kaliumi, magnezi dhe hekuri, të gjithë këta përbërës të kajsive, u lejojnë natyre të rrisin tonin e enëve të gjakut, të përmirësojnë gjendjen e trupit gjatë periudhës së anemisë së rëndë dhe të rrisin nivelin e hemoglobinës në gjak. Kajsit janë veçanërisht të dobishme për presionin e lartë të gjakut, aritmit dhe infraktin e miokardit. Kajsia është gjithashtu e dobishme për flavonoidet, të cilat ndihmojnë në heqjen e venave me variqe, duke bërë enet e gjakut më të forta. Ka një efekt diuretik. Kaliumi gjithashtu ka një efekt diuretik, i cili bën të mundur përdorimin e frutave të kajsisë, jo vetëm për njerëzit me probleme të zemrës, por edhe me ata të sëmundjeve të veshkave. Në këtë drejtim, efektiviteti i kajsive vërehet në një numër mjaft të lartë. Aktivizon trurin. Magnezi dhe fosfori që përmbahen në këto fruta normalizon funksionin e trurit, përmirëson kujtesën dhe stimulon përcjelljen e impulseve nervore. Pastron gjendjen e lëkurës, mbretësinë vizuale dhe parandalon kancerin. Vitamina A e njohur si beta-karoten ka një efekt rinovues në lëkurë dhe neutralizon ndryshimet patologjike në organet vizuale, duke furnizuar sytë me lëndë ushqyese dhe duke ushtruar një efekt universal mbi ato për të pasur një shikim akoma dhe të mirë. Lëngu i kajsisë është i pasur me kalcium dhe hekur, të cilat janë aq të nevojshme nga trupi i grave shtazëna, sepse këto element gjurmë përshpejton rritjen e fetusit. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 17 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë me vranësira të dendura në shumicën e territorit, ndërsa pasditja nuk pritet të sjellë ndryshime të dukshme të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 18 gradë Celsius në zonat e ulta dhe jugore. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell, kryesisht në zonat e izoluara. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 17 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 17 dhjetor do të jetë rreth orës 6:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 13 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 18 gradë Celsius. Korçë, 4 deri në 11 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë,
11 deri në 17 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 17 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e kushteve më të qëndrueshme atmosferike me mot pjesërisht të kthjellët në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira të her pas hershme, ndërsa pasditja sjell intervale më të gjata me diell në shumë qytete. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 17 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 17 dhjetor do të jetë rreth orës 6:53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:10 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 9 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj 0 deri në 9 gradë Celsius. Pej 5 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë 2 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov 1 deri në 10 gradë Celsius. Malishev 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj 2 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 9 gradë Celsius. Suhare 3 deri në 10 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 11 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo është diçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi ta shikoni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavaj dhe Drita Televizion. Ndërsa, nëse dëshironi ta shikoni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo është diçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.